Moikka, tässä videossa me puhumme siitä, miten me voidaan vastata kysymyksiin mistä ja mihin. Përshëndetje të gjithëve, në këtë video do të flasim për ato se si mund t'i përgjigjemi pyetjeve misa, që do të thotë ku, mista, prej nga dhe mihin ku, që do të thotë në gjuhën shqipe, misa ja mihin, do të thotë kur është një pyetje për vende lokative, kur lëvizim e kanë do të thotë mënyrën e njëjtë, do të thotë ne themi për shembull misa ollet, ku je, edhe mihin menet ku po shkon do të thotë ku është në gjuhën shqipe e njëjta pyetje do të thotë, por në gjuhën finlandeze është misa edhe mihin. Le të fillojmë. Misa sina ollet? Ku jeni? Nëse dikush ju pyet me pyetjen misa, mund të përgjigjeni në tri forma. Forma e parë është sa, për shembull ndër sa, olen Helsingi sa. Pyetja e njëjtë do të thotë që është me pyetjen misa, mund t'i përgjigjeni edhe në formën e dytë që është na. Si për shembull, misa sina ollet? Olen kotën. Dhe forma e tretë është lla, për shembull, misa sina asut? Ku banoni? Nëse banon për shembull në Vanta, atëherë themi Vantalla. Nëse banon në Rovaniemi, atëherë thua Rovaniemella. Nëse banon për shembull në ndonjë vend të jashtëm, për shembull në Venajalla, thuhet edhe atje thuhet Venajalla. Por nëse banon për shembull në Kosovë, atëherë themi Kosovosa. Ja do të vendet që thuhen me sa, në dhe lla. Kjo është sa i përket pyetjes misa. Por nëse dikush pyet me pyetjen mista, për shembull nëse dikush ju pyet mista si në tullet, përgjigjja do të vijë për shembull nga vendi edhe shojna sta. Në gjuhën finlandeze, mënyra e përgjigjes së pyetjes varet nga pyetja, për shembull jo përgjigja, por mënyra e përgjigjes. Sikur për shembull nëse dikush ju pyet mista si në Kotoisin, nga jeni me prijave, olen Kotoisin, për shembull emri i Kosovës është Kosova, por në finlandisht do të thotë thuhet Kosovosta, shtohet sta në fund. Për shembull misa si në tullet? Mista se tuut, për shembull ku e kjeli, nga vjen, ose mista o tullosa, nga je duke ardhur, nëse je nga Helsinki, për shembull të thu olen tullosa Helsingista, ose me atu nga Helsingista, unë vij nga Helsinki. Për shembull nëse vjen nga Vanta, atëherë thuhet me atu Vantalta, unë vij nga Vanta, për shembull olen tullosa Vantalta. Ose do të thotë e njëjta pyetje mund të bëhet edhe në ato raste kur kemi vepre, për shembull, mista se tykkät, çfarë ju pëlqen? Për shembull, mina tykkään kesästä, mua më pëlqen për shembull vera. Nëse është kjo ishte pyetja e dytë, do thotë pyetja e tretë është mihin, siç ju tregova në gjuhën shqipe misa dhe mihin, pyetja bëhet në të njëjtën formë, për shembull ku je ose ku po shkon. Por në gjuhën finlandeze, mihin kur diçka lëviz prej një vendi në vendin tjetër, atëherë thuhet mihin. Por nëse diçka është në një vend, atëherë thuhet misa. Për shembull, nëse je në ndonjë vend, pyetja bëhet misa. Por nëse je duke lëvizur në ndonjë vend, në një vend tjetër, atëherë themi mihin. Për shembull, mihin se me, për shembull, ku po shkon, ose mihin ollet menossa, ku je duke shkuar. Për shembull, nëse je duke shkuar, për shembull, kalova në Kosovë në pushime, po ma me në Kosovo, për shembull nëse është Kosovo, emri i shtetit, atëherë normal është Kosovë, por në gjuhën finlandeze thuhet Kosovo. Themi atë Kosovon, ma me në Kosovon, do thotë shtohet shkronja e funit, edhe shtohet një bashkëtingëllore, do thotë një shkronjë, shtohet një zanore edhe një bashkëtingëllore. Për shembull zanoria është uja, edhe bashkëtingëlloria është n-ja. Për shembull, por nëse do të ishte Espo, që është me dy zanore, atëherë shtohet sen, për shembull, ma men Espo sen, për shembull mihin se men, ku po shkon, për shembull, ma men Espo sen. Për shembull, nëse është në Vanta, atëherë themi ma men Vantalle, unë shkoj në Vanta Rovaniemelle, unë shkoj në Rovaniemi ose në Tampere, ma men Tamperelle, unë shkoj në Tampere. Por mund t'i përgjigjet edhe për shembull nëse dikush të pyet ku le diçka ku len, mihin për shembull mihin si na lajtojt minon uelin, ku e vendos telefonin tim ku e le, për shembull nëse e ke lënë
brenda tavolinës, atëherë thumë, lajtojnë pöytën, e vendosën në tavolinë e ka kuptimin brenda. Po nëse e ke lënë mbi tavolinë ose afër, atëherë e themi lajtojnë pöytën, në këtë rast e ka mbi tavolinë. Kjo do të thotë ishte sa i përket mista dhe mihin, shpresoj që ta keni kuptuar. Faleminderit të gjithëve që shikuat dhe shihemi në videon e radhës. Tasa dhe kajki kitës e të katsojt në hëtan se vrava sa video sa mojka.